Rikthehemi nga Ardit Xhebrea tek libri i cilin e prezantuam në hapësirën e prezantimit, çfarë ndjekim për gjatë gjithë transmetimit ton. Zigzag e takimesh i shqipëruar tashmë nga profesori nderuar përkthyesi Edmond Tuper. Përshëndetje profesor, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjeta. Kënaqësi shumë e madhe që të kam sot në studio, e sigurisht për të prezantuar një nga librat më të fundit të Pegit, është tashmë në treg, e kemi kënaqësinë që menjëherë sapo Aida Baro na e prezantoi librin, tham profesorin e duam në studio të na e shpjegoj. Ja ku jam, si sot në Xhebrea. Në një lidhje shumë bukur edhe me këngën. Zigzag e takimesh, çfarë do të thonë profesor? Si do ta kuptojmë në pamje të parë? Rëndoni sot thjesht nga titulli dhe nga imagjinata. Për ata që kanë imagjinatë, besoj shqiptarët nuk vuajnë këtë pikë. Asnjëherë. Zigzagu është si ai shkreptima në qiell, kur bie pas vetë disa dhjetat e sekondit, një zigzag. Domethënë ka një çrregullsi, ka një vjen drejt nesh dhe ikën. Pra zigzag e takimit domethënë që ka disa takime. Pra që janë dy njerëz që takohen edhe stakohen, për të folur sintetizisht. Domethënë afrohen dhe largohen. Afrimi dhe largimi, ardhja dhe ikja, janë pjesë një filozofie, taoizmi e ka pasur këtë, por e dialektika e famshme hegeliane, këto marksiste mas Hegelit, afrim dhe largimi, parimi i fizharmonikës. Dhe kjo ndodh në gjitha marrëdhëniet njerëzore, por sidomos te çiftet, dhe sidomos te çiftet e reja. Te këto çifte pastaj krijon edhe reagim, ëh? Po, ka dhe reagime, në funksion të rrethanave gjithmonë. Çifti është Romeo dhe Julieta nuk jetuan gjatë se ishte rrethana që i detyroi të veprojnë siç vepruan. Kështu që edhe në këtë libër, por këtu kemi një çift Romeo dhe Julieta shumë modern, që nuk ka vrasje, nuk ka vdekje, dhe afrohen dhe largohen. Largohen shumë, a thua se s'do takohen, më do takohen prapë, sipas rrethanave gjithmonë. Pra, kemi dy personazhe, profesor. Historia bazohet në dy personazhe. A mund t'i prezantojmë në ata? Po, mund t'i prezantojmë shumë mirë. Është Frici, që është një tip pak i çuditshëm. Ka shumë dije, por është një çik, si i thonim ne të vjetrit, dikur kur ishim të rinj, qilar pa inventar. Domethënë një minier dije. Di shumë gjëra. Mirë po i ka çik, lexon nga të gjitha, ka përshëndetje nga më të ndryshmet. Mirë po ka është bërë deri diku enciklopedik dhe gjen punë në shtëpinë botuese Larus i fat. Ndërkohë, ka një rastësisht një vajzë, Alisën, që është e kundërta e tipit të tij. Është e rregullt, nuk është antikonformiste, prindit i ka shumë konformist, morali, marrëdhëniet me të rinjë dhe vjetër. Sot bota po prishet kur ishim ne të rinj, ishte kështu. Ky është muhabeti i vjetër. Gjithë ata që plaket thonë, kontoni ishte kështu. Vazhdon kjo, për inerci edhe sot do vazhdojë edhe sa shekuj, nuk e di sa. Dhe kurse Frici është ndryshe, prindit i ka pas nga këta protestuesi, studentët e lëvizjes majit vitit 1968. Në Francë, antikonformist, që udhtoje për botë, kurse prindrit e Alisës rinë në shtëpi, janë, francezi përdorin një fjalë, pantouflar, do me thënë rinë me pandofle, do me nuk veshën rrallë erë këpuzët për dalën për botë. Punë shpi, punë rinë me pandofle. Kështu që një rrethan është edukimin se ka marrë njësoj, edukatën se ka marrë njësoj, edukatën në kuptimin e marrëdhënies sate e njeriut me çka botën që rrethon, dhe njerëzit që rrethon. Pastaj ka tjetër rrethana. Atje ku punon, u alarmova se thashë mos e kam celularin, e kam ke pallë ose mos e kisha marrë me vete. Jo se mund prishi punë. Dhe në punë atë ky djalë i ri ka një shefe që është çik më madh se ky. E s'po shkojmë më tutje. Dhe kështu rrekullisin ngjarjet që afrohen largohen. Vjen një punë që në një moment që puna e tyre shkon keq sepse ata do kanë këtë kurrizë një tjetër. Vjen një moment që Jim Morrisoni ka për t'i bashkuar. Po nuk e them se si, lexoni librin, publicitet. Duhet lexuar librin. Absolutisht një histori e cila është shumë interesante, jo më kot është zgjedhur besoj nga Pegi që të vinë në këtë periudhë të 14 shkurtit kur edhe të dashuruarit festojnë në ditën e tyre, megjithatë ne mund të flasim për autorin edhe mund ta bëjmë prezant. Sigurisht, ka një babai i libër. Unë jam Njerku, unë jam Njerku. Derisa flasim për babain. Flasim për babain. Njerku pak rëndësi ka. David Foentkinosi është një shkrimtar i ri. Duhet i këtë kaluar 40 atë. I cili ka
ka shumë talent dhe është shumë njerëzor. Domethënë, në jetë ai ka shumë shkrimtarë dhe shqiptarë, s'po përmend emra që janë për mua janë talente, mosgjeni dhe në jetë më dhe njerëzor janë çik tersi po janit, themi në ish të rinjt. Domethënë, nuk janë më dhe njerëzor janë që të ndrytur. Jo të ndrytur, jo që po janë si përan, shikojnë nga lartë, janë që vezdishëm, por kanë penën që është fantastike. Dhe ky është vllazëror, ka ndjenjën e humorit, ka ardhur në Shqipëri kur ju prezantua delikatesa librit i parë, përkthyer nga ky njerëku këtu që shikoni. Ju kërkoj ndjes për njerëkërinë time, shumë bësh autori, se të quhesh hajdut plagjator. Dhe unë ndjemi në Shqipëri dhe kishte mendim shumë të mirë për shqiptarën përgjithësi dhe për shqiptarët në veçanti, se gjithë romanet janë romane dashurie. Ku ka dhe drama, nuk është romanet i nuk bëhet telenovel. Film bëhet, është bërë e ka bërë vetë në gjithë të vllanë, kanë bërë romanin e parë Delikatesën, e kanë vënë në ekran, ka pasur shumë sukses, se pati dy aktorë fantastikë francezë. Audrey Tautou dhe François Damiens. Fantastik. Kështu që doli një film shumë i bukur, nuk e di tash do ekranizoj librat e tjerë, ndër të cilët edhe është edhe ky që ne kemi sot. Si rat juve, profesor, në kontakte? Ma rekomandoj, ma këshilloj, po. Unë tashmë e njihja Fankinosin, kishte kaluar rryma mirë midis nesh kur kishte ardhur këtu. Dhe është një njeri që e kupton që është përkthimi shumë mirë, sepse unë sa herë kam një problem, jo aq gjuhësor për të përkthyer, se sa kulturor. Çka dash ai të thotë me këtë? Në Shqipëri të thuaj ndryshe, nuk të thuaj në këtë formë, sepse në tjetër, klim tjetër, histori tjetër, dhe është i gatshëm gjithmonë për përgjigjet. Pa vonuar fare, brenda ditës. Ndryshe nga ndonjë tjetër shkrimtar që më ka zgënjyer francez, që antar një akademi shumë të famshme madje, po e them emrin, i cili dy herë tentova i përktheva një libër shumë i bukur, i përktheva një libër dhe ai nuk dënjoi lidhje me mua, sekretarja e tij deshti lidhje dhe unë i shkova dy herë. Asnjë përgjigje. Për të mirën e librit. Sigurisht, për të mirën e përkthimit edhe të formës se si ai do të vinë në një tjetër popullor. Sepse ai ka shkruar për francezë dhe thot një gjë që është krejtësisht thjesht për të kuptuar nga francezë, por këtu në një mjedis tjetër, në një histori tjetër, në një mënyrë tjetër të parit të realitetit, një realitet që ekziston vetëm në Francë, të flisje për kartë krediti këtu në kohën e Enver Hoxhës, për shembull. Kush do ta kuptonte? Po, në kohën e Enver Hoxhës, kohë diktaturës më saktë. Dhe ishte pa konceptueshme, ose një shpike që bëhet tani vonë, unë duhet ta marr vesh çfarë është, se futem në internet, nganjëherë nuk e gjej. Ka punë përkthimi, nuk është kollaj. Sigurisht që ka punë, prandaj edhe bëhet nga njerëz si ju, se po të ishte lehtë do ta bënte çdo ka njerëz që guxojnë. Po pastaj ndahet në kategori. Në kategori. Profesor, gjuha e përdorur nga autori është e thjeshtë, mund ta kuptoj çdo, po themi mosh, mund ta lexoj këtë libër çdo mosh, edhe pse libri nuk ka mosh në fakt. Libri nuk ka mosh, në librat e ndaluar na të ishin gjithmonë më shumë. Librat e ndaluar na të ishin në kohën e diktaturës, na të ishin shumë, pas ishin ndaluar. Po me të rënd diktatura radha e kryeshtja. Unë e di shumë mirë këtë sepse në fakultetin e gjuhëve tuaja kishte një bibliotekë franceze dhe kishte libra që nuk dilnin, nuk qarkullonin, nuk e jepnin studentëve, jepnin vetëm pedagogëve që t'i lexonin dhe t'i kritikonin. Dhe ata kritik t'i jepnin studentëve, t'i ushqenin me i zinin hundë që t'i ushqenin një pjesë. Me zorin e madh, siç ushqen një fëmijë i vogël. Dhe kur ra literatura, në atë kohë dilnin libra. Në dorë fshehurazi, lexoshin për 24 ora. Do të lexoshin nëse mjet sepse kishte frikë dhe bibliotekarja ose bibliotekarja. Por me të rënd diktaturën, mas disa muajsh ra kryeshtja. Dhe njerëzit nuk ishin aq të interesuar ta kishin. Jo, sepse sa duket duhet të pastaj mund ta preknin. Apo ai si nuk ndaloj, nuk ndaloj. Dhe në këtë sens, profesor, është e thjeshtë gjuha e përdorur? Po, është një e thjeshtë, por jo thjeshtëzuar. Dhe ai shkruan siç i vjen të shkruaj. Nuk thot unë sot do zgjedh këtë publik. Publiku im i shenjuar, target, siç thuhet në shqip anglitalisht, në gjuhën shqip anglitaliste. Do më thënë, nuk, jo, a i shkruan si i vjen. Edhe, duhet bëj një përpjekje. Do më thënë, shkruhet për atë që ti shkruaj me këndim. Sigurisht, po sigurisht.
Dhe sot, profesor, mund të themi që është një dhuratë shumë e bukur që një partner mund t'ja bëj partneres së saj kundërta? Më përqeo fjala partner, se tani ka lloj formash të ekzistence për çiftin, apo martesa, bashkëjetesa, ca kohë që kalojnë bashkë. Po duket sikur fjala partner përfshin. Është ftohtë, është ftohtë. Është ftohtë. Të dashurit, të zemrës, të dashurës së zemrës. Të zemrës dhe të trurit, edhe të trupit. E vërtet, e vërtet. Të treja bashkë. Të treja bashkë. Mund të jetë një dhuratë e bukur, po. Unë mendoj që duhet të jetë një dhuratë e bukur, pa bërë demagogji, se cili është lirë të blej librin që do, se cila gjithashtu është e lirë të blej librin që do ajo. Por është një dhuratë e bukur, sepse ka psikologji brenda, ka dhemshuri. Ka shkrimtar të mëdhenj, edhe të huaj, që nuk kanë dhemshuri. Po kujdes me dhemshurinë, duhet doza që e nevojshme, aq sa mban lexuesi, duhet bërë një mato temperaturë, se po të shkruajmë libra qaraman me lot, përfundojmë këtë telenovelat apo ja. Mundësisht të përtej Atlantikut. E vërtet, kështu që nuk do të ishte forma e duhur. Megjithatë, profesor, të ka lodhur ky libër? Çdo libër më lodh. Apo çdo libër? Pse dashuria nuk lodh? Po sigurisht, sigurisht. Ky është një nga mesazhet. Po ti shumë i pranishëm me njërin lidh. Kur thot populli në mënyrë krejtësisht anatomike, edhe zorët e barkut ngatarrohen me njëra tjetrën. Do të them që tërë ditën atje, prandaj çifti duhet mbrojtur nga rutina. Kjo është një temë që rrajnë shumë shkrimtarë. Dhe këtu ky është një mësim i tërthor që duhet nxjerrë. Domethënë, çifti mjafton vetëm pantoflat dhe qoshja ke zjarri para televizorit, zjarri tani s'ka më te kaloriferi, te oxhaku ka oxhak. Edhe po. Ja. Dhe një filozof francez Montaigne ka thënë 16, që të dashurohesh duhet të çdashurohesh. Domethënë, të gjesh mënyrën se si të largohesh pak, se shumë afri sjell edhe fërkim. Të bën pak dëm. Po, ky është këtu tash këtë çdashurimin e sjellin rrethanat nga njëra. Kështu që rrethanat kur e ftojnë çiftin, pjesat e çiftit i ftojnë me nga njëri tjetri, këto rrethana nuk duhen marrë në mënyrë tragjike. Ndoshta kanë një anë pozitive. Jo çdo e keqe, thot populli ynë, merr frikësh përpara po e përkthej në mend, jo çdo e keqe vjen për të keqe. Dhe ndonjëherë janë pikërisht ato situata që i kanë lidhur njerëzit deri në fund jetës. I lidhin shumë më tepër, po. Largim afrim ky i lidh shumë më tepër. Dhe është një libër i cili duhet të zbulohet fundi. Për mua duhet është për mua jo vetëm për Shën Valentin, por edhe mbas Shën Valentinit, që quhet publicitet i nënveshëm, duhet lexuar. Blini dhe mbasi të kaloj festa. Blini edhe sigurisht që duhet ta keni patjetër në bibliotekën tuaj, do të ishte më e mira. Është kjo një këshill e cila na vjen nga botuesit, është një këshill që e lexuara nuk ka mosh, kështu që sa më shumë të lexojmë në ditët e sotme, aq më tepër zhvillojmë fantazinë dhe ndoshta edhe një lloj, po themi, parapritje në Facebook. Unë po shihja sot një foto, profesor, në cilin ishte një burgosur i cili përballë kishte një panoramë të mrekullueshme dhe një libër në krah dhe pas ishte dera e burgut që polici po e mbikëqyrte, ai ishte hidhur në dhomë apo jo. Pra libri hap mendjen, zhvillon atë idet e Tjepiri, je përtej hekurave të burgut. Tjetri bëri shkollën nga burgu, online, është një shembull që duhet përmendur. Kështu që mos ju ndani librit, është këshilla që vjen në këtë mëngjes. Profesor, unë isha i nderuar dhe jam i nderuar sa herë juve vini këtu. Gjithashtu dhe unë, gjithashtu. Faleminderit që ftuat. Zigzake takimesh nga shtëpia Pegi, shtëpia botuese sigurisht Pegi në Treg, është shqipëruar nga profesori i nderuar Edmond Tupa. Publicitet, rikthehemi në orën 9 për fleshin informativ.